dita unë, ti nëse doje. Po sa Kristi dua lidhjen jashtme e kuptoj. Okej, pikërisht. Unë e kuptoj. Po prandaj vetëm se nuk ishte sens logjik, nuk ishte rrjedh logjike tek ajo që thonë. Dhe ajo e tha pjesën e dytë. Ndoshta nuk e dhe mendje. Futja kot. Ishte komplet, po gjithsesi ajo është minus për të, për mendimin tim. Nga jashtë. Nga jashtë dhe nga brenda. Sepse mua më duket komplet oportuniste. Dhe është një njerëz që nuk i vlerëson njerëzit që janë afër. Sepse nëse ti edhe ne sti tha edhe. Mua, nëse ti më hedh mua poshtë, domethënë ajo hodhi mua poshtë, unë e kuptoj sepse unë s'kam asnjë muhabeti me të dhe kuptoj që është ndjerë. Sorry baby, thank you. Domethënë unë nuk kam asnjë muhabeti me të dhe e di që ajo, domethënë nuk më ka qef, për shumë arsye. Domethënë e kuptoj. E mirë kuptoj dhe prandaj thash, hapu. Po ti më ndonjë më afër dhe ti më hodhe mua, do unë të hedh ty poshtë direkt? Tregon shumë për personalitetin tënd. Se falcë je, sa oportuniste je. Pra je oportuniste dhe për këtë gjë që po bën. Me atë tjetër. Duke thënë, do bëj darkë. Ledioni tha. E vërtetoj. Ledioni tha. Dhe me zor s'ka prit, dhe thosh kur do të bëjmë podcast. Do bëni darkë që do fasule i liri. Duke parë që unë kam ekzistuar. Ti jep një dorë dhe ajo të merr krahun dhe ta hedh poshtë. Për fluskat, i tha Krisi ta di çan fluskat vetëm do dal çifti. Po, ti e bëre atë për atë. Imagjinoje, dhe në fund fare thonë ty poshtë. Po, ti jep krahun të hedhë kremin. Bravo, kjo tregon sa oportuniste që ka. Kështu që unë deri dje besova dhe thosha dhe kam thënë edhe në ndërtofimit dhe të doli klipi që unë thash besoj që ajo ka ndjenja. Tani mendoj që ajo është oportuniste 100% dhe këtë vërtetoj me ty. Po na ashim të dy që më thënë që më thënë jo që më thënë që mendim ke unë prap mbronja këta. Po, dhe unë prap e kam mbrojtur në Liri ka bim. Të doli në klip që unë kam thënë mendoj që ajo ka ndjenja për atë. Të doli te klipin prem. Dhe kam dalur që them. Kurse tani